Shumë. Atëherë na shkruajnë qytetari. Përshëndetje thot. Ju falenderojmë për punën e palodhur që bëni. Do t'ju falenderoja nëse do të kushtonit pak minutazh trotuarit përgjatë rrugës së UMB-s ose Unaza Nureddin Aliu, pasi është një gjendje skandaloze, thot qytetari. Si në investime, por dhe në probleme me disa biznese, bar kafe, të cilët kanë bllokuar totalisht trotuarin. E kanë kthyer në pronë private, falenderit. Ne sapo kaluam këtu, është një segment, fillimi i kësaj rruge, është hyrja e rrugës së UMB-s për nga QTU-ja, dhe po shikojmë që jemi në të vërtet, jo vetëm bar kafe, por edhe bizneset tjera që shesin fruta perime, mund ta shikojmë, dhe një sër aktivitetesh që ndodhen, madje ndodhet edhe posta ku marrin pensionin shumë pensionistë, dhe po të shikosh dhe postat e plerave janë të instaluar fiks përballë postës. Pra, domethënë duket që është një organizim jo i menduar mirë i të gjithë të këtij segmenti rrugor. Qoftë nga pikpamja e infrastrukturës së instaluar në të, qoftë gjerësia e trotuareve, qoftë vendosja e bizneseve të cilët praktikisht e kanë bllokuar aksesin për të kaluar.